Shkruan Ylli Pata. Ishte Ylli Manjani në fillim e më pas edhe Baton Axhiu, të cilët e trajtuan vendimin për pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut si një grush shteti. Një tezë fortë që natyrisht do të sjellë polemika e debatet forta në publik, ku duket se periudha e muajit mjaltit të spakut me mazhorancën ka përfunduar. Manjani në qasjen e tij thekson se nuk mundet që gjyqësori të hyjë në hise një pushteti tjetër. Neni 242 i kodit procedurës penale, të cilit i referohet SPAK, thekson, pika 1. Me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht pandeurit plotësisht ose pjesërisht veprimtarinë që lidhet me to. Pika 2. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Qartësisht bëhet e qartë se të zgjedhurit në bashki apo në kuvend nuk mund të pezullohet. E kjo është logjike, pasi janë kushtetuese. Edhe në ligjin themeltar të shtetit theksohet se deputeti nuk mund të arrestohet apo përgjohet pa lejen e parlamentit. Gjë që SPAK nuk e ka bërë, e sipas gjasave nuk do të ndodhë. Gjasat janë që të kemi një luftë nervash apo më mirë një lëvizje taktike për të detyruar qeverinë të bëjë hapa prapa nëpërmjet një presioni publik. Një strategji e përdorur si precedent në Rumani, ku parlamenti si pasojë e arrestimit të një sër figurash të larta politike shkarkoi kreun e prokurorisë kundër korrupsionit. Akt që shkaktoi një lëvizje politike publike në rrugë kundër mazhorancës që kreu këtë veprim, duke sjellë reperkusione politike por jo ndryshime politike. Pasi në qeverisje ndodhet një koalicion i liberalëve me socialdemokratët, të cilët kur ishin mazhorancë shkarkuan Laura Kordudakovesin. Ky proces i tensionuar vjen paralelisht me zgjedhjet e reja të kreut të BK-s dhe drejtuesit të ri të SPAK-ut, që do të jenë mjaft të rëndësishme. Ka shumë gjasa që të gjitha këto veprime kanë inputet e tyre politike, ndoshta edhe diplomatike, për dhënë një shkundje të situatës në vend. Një farë loj nervash pas deklaratës së Edi Ramës se shiu ka punën e vet, ne kemi punën tonë. Por duket se jemi në pikën e një përplasjeje, e cila do të ndodhë së shpejti. Por varet si do të zhvillohet.